Qindra mbështetës të Partisë Demokratike nga Lushnja pritet të marrin pjesë në protestën e thirrur këtë të premte nga opozita në Tiranë. Partia Demokratike Dega Lushnjë ka bërë të ditur se qytetarët kanë nisur të udhtojnë drejt kryeqytetit që në orët e para të mëngjesit, ndërsa lëvizjet do të vijojnë edhe gjatë gjithë ditës në mënyrë individuale. Ndryshe nga herët e tjera, sekretari politik i Partisë Demokratike në Lushnjë, Klement Çela, deklaron se kësaj here pjesëmarrja nuk kufizohet vetëm tek strukturat partijake, por përfshin edhe qindra qytetarë të paangazhuar politikisht, të cilët kanë konfirmuar praninë e tyre në protestë. Protesta e sotme e thirrur nga opozita nuk do të mbështetet vetëm nga anëtarët e Partisë Demokratike, por do të mbështetet nga të gjithë lushnjarët dhe mbar shqiptarët. Protestë tani që ne e quajmë e radhës, por nuk është vetëm e radhës, sepse këto janë protestat që patjetër që të njëpasnjëshme që do i sjellin shumë shpejt fundin në regjimit e Edi Ramës. Natyrisht lushnjarët sot si çdo herë do të jenë patjetër aty, do të mbështesin këtë protestë të thirrur sepse siç dihet botërisht ka 1001 arsye, në fundit gjithë bota po tregon që njerëzimi do kthehet nga e mbara dhe jam i bindur që të gjithë shqiptarët do ta vlerësojnë këtë ndryshim dhe do ta bëjnë këtë ndryshim shumë shpejt për gjithë kombin tonë. Partia Demokratike Dega Lushnjë, natyrisht që ka dhe organizimin e saj me strukturat, patjetër që siç edhe herë tjetër jemi organizuar secili me makina private, sepse gjithmonë e kemi të pamundur që të organizojmë mjetet e transportit publik pasi nuk lejohen, kështu që përtej nesh njerëzit kanë shprehur dëshirën e madhe që të vetë organizohen, pra kanë dalë përtej nesh. Kështu që janë në një farë mënyrë ata që na shtyn ne që të organizohemi dhe të shtym fort që të marrim sa më shumë pjesë në këtë protestë. Kështu që në bazë të kontakte dhe informacione që unë kam, numri i lushnjarëve sot në protestë do të jetë tepër i madh dhe natyrisht që do të bëjnë të mundur këtë ndryshim që ne presim. Protestës pritet i bashkohen edhe fermerë dhe qytetarë të shumtë, të cilët kundërshtojnë rritjen e çmimeve të inputeve bujqësore dhe të naftës.